vazhdojmë falenderimet dhe tër lavdet I takojnë Allahut, krijuesi I gjithësisë, paqja, salavati, mëshira, duat e tona të përzemërta qofshin për vullën e pejgamberisë, për Muhammedin alayhi salatu wassalam, për familjen e tij të bekuar, për shokët e tij të nderuar, edhe për gjithë besimtar e besimtare deri në ditën e madhe të lahtarisë. Të dashur vëllezër, me lejoni t'ju përshëndes me assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja e Zotit qoftë mbi ju, mëshira dhe rahmeti I Tij në çdo zemër, në çdo shtëpi, në çdo streh të juaj, e mbërtheft I madhi Zot me rahmetin e Tij. Të dashur të mi, ne pas një muaji sakrifice, agjerimi, adhurimi, edhe adhurimet të larmishme me sadaka, e me zakat, e me sadakatul vitër, ja erdhëm në fund dhe tash dashur I madhi Zot që ta përmbyllëm këtë muaj të bekuar, këtë muaj të rahmetit, I cili është me plot mirësi dhe begati, që për neve ka shërby edhe një shkollë stërvitje e shpirtit, e zemrës, edhe të njëjtën kohë e dashurisë për hir të Allahut. Në Ramazan, të dashur vëllezër, kemi demonstruar pa fije dyshime një dashuri pa shoqe ndaj Allahut. E kemi realizuar fjalën e Zotit, I cili kërkon prej neve që të agjerojmë, edhe të abstenojmë prej të gjitha kërkesave tona të cilat I kemi legjitime. Edhe kjo është mrekulli dhe të njëjtën kohë është mirësi dhe begati që njeriu për hir të Zotit ka mundësi me bë shumë vepra të mira duke e respektuar dhe nderuar Allahun në vazhdimsi. Unë shpresoj që Allahu te baraka u taala secilit prej ne pa fije dyshimi, Allahu dhul gjelal ka me naj pranu, edhe ku e dim na që Zotit ka me na pranu, kur Zotit ta mundësën me kry një detyrë për hir të Allahut, Allahu dhul gjelal po t'jep isharet asheqare se ai veç ta ka pranu, se ta ka mundësu, ta ka letësu, t'ka terminu, t'ka motivu, t'ka dhuru, t'ka posedu, edhe ke posedu aftësi për të kryer detyrën e Zotit. Kjo është njëra prej ishareteve të Zotit, se Zoti xhella xhelaluhu ty po don edhe po ta lehtëson. Mirë po Zoti I Madh nuk e ka lënë shpërblimin pas sakrificës. Çashtu Allah e ka bën, edhe të gjitha festat tona lidhen kryesisht vllazën të dashur me çka? Lidhen me sakrificën tonë. Tash na kena Bajramin, po Bajrami nuk kryhet pa u kry Ramazani. Çashtu e kena Kurban Bajramin mas 2 muaje, nuk kryhet pa u kry haxhi. Ose na që s'kena me shku në haxh, se kena kry më herët ose dikush halos ka pas mundësi me shku, pa u kry Kurbani. Domthon gjithçka lidhet me sakrificë. Duhet kohë do lodhi me bë, pastaj me koha ku na festojmë. Edhe na sot e kena ditë feste, se kena pas 30 ditë, një muaj ditë angazhim kur pa onole, sidomos 10 e funit, të cilin e kemi pas edhe I përveç teravive, kena pas namaz natë, kemi pas angazhime ditore, kemi pas angazhime të natës, të cilat lidhen komplet me sakrificën tonë. Prandaj sakrificë është kuptim I gjanë I fjalës, që kuptohet hjekje dorë nga shumë dëshira personale dhe vetanake, që është diçka më e shtrenjtë, është më e shenjtë, është më e veçantë, që I bëhet në shërbim të kauzës të Zotit. Pse Zoti ka thonë me agjeru, ti emanetin e Zotit në vend ke me qu. Për këtë arsye Allahu thot në Kur'an, lan tanalul birra hatta tunfiqu. Nuk arrihet shpërblimi I madh, mirësisë e begatisë, pa e dhënë ato që e ki, që e do të thotë që e kërkon Allahu me përkushtimin e vërtet. Qysh me kuptu fjalën sakrificë?
Plesët e tonë, subhanallah, kemi pas shumë të meqëm. Shkollë s'ka pas, po është shumë interesant kur mbin men fjalët e tyne, qysh e kanë kuptu fjallën sakrificë, tash kur t'ja u qes nërmen në juve, e kuptoni menqurinë atyre burrave që janë edukune për oda. Që kanë thonë, s'munësh me morë të kajshmen, pa e dhonë të dhemshmen. Qërti? S'munësh me morë të kajshmen, pa e dhonë ato dhemshmen. Aja që dhimet më të shumëti, nuk munësh ti me arrit të kajshmen, pa e dhonë ato të dhemshmen. Që kjo është sakrificë. Kjo është madhështore. Sa bukur kanë ditë me ndërtu këtë fjali. Me 2 fjalë e kanë ndërtu kuptimin të cilin Allahu e ka kërku për se cilit besimtar. E Zoti Gjelle Gjelalu ka thonë në Kur'an, lën të nalu l'birre, nuk keni mujt me arrit atë që unë e kumë përgatit për ju, pa e dhonë ato që juve ju dhimet mas shumëti. Juve që ju dhimet mas shumëti. Për këtë arsye, besimtare, kër e kanë pyet një dietar, kanë thonë, a ju nimon të njerëzve? Ka thonë, unë nuk ju nimoj njerëzve, për ju nimoj vete. E njerëzit e kanë ditë që kjo mas shumë të ju nimoj njerëzve. E kanë thonë, pse s'pe pranon që për ju nimoj njerëzve? Ka thonë se çdo të mirë që unë e udhëroj njerëzve, aja më kthehet mu. Çdo lutje që unë e bëj për tjerë, unë e përfitoj për saj. Edhe realisht që ashtu është. Se thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, s'ka besimtar që lutet për vëllain e vet, e që 300 melek automatikisht me cenzur për Allahut kanë mu lut për ty. Ti veç e qëndurët e dhe thua, Zot, vëllain tem, çliro, 300 melek lutën për ty, thojnë, o Zot, çliro rrugën tëm. Do të kthehet ty 300 fish. Automatikisht. Për këtë arsye i sheti njerëzit më të mëdhej që kanë bërë sakrifica si në rrafshin kombëtar, si në rrafshin fetar, cilët janë lodhë shumë, por gjithmonë kuadër të lodhjes kanë gjetë kënaqësinë. Për shembull, të dashurit e mi është Imam Buhariu, i cili ka bërë sakrificë me shkru librin që sot në bota islame krenohemi me hadithet më autentike, ku ekzistojnë më të vërtetat, i ka të bu dhe u kalon trashëgimi besimtarëve, ai u dek para 1200 vjete, ai ka hjek me shkru, për me shkru këtë libër, a din vllazën sa kilometra i ka bon gjatë të jetës për 27 vjetë që e ka shkru librin, janë për 20.000 kilometra i ka bon. 20.000 kilometra. Edhe nuk i ka bon me Mercedes, as i ka bo me aeroplan, kreti ka bo me kali, a i ka bo me deve, a i ka bo me mushk. Për me arrit, sot besimtarët, sot 1200 vjetë, a i ka jetu 250 vjetë mas vdekjes pejgamberit, alayhi salatu selam, edhe ka udhtu prej një qendër, edhe ka pas kriteret të jashtëzakonshme për me i vendos hadithet më autentike që na sot krenohemi, edhe sa më afër senedi, domethënë vargu i transmetuesit prej tij derisa e ka mri hadithin, ka qenë domethënë më i shkurtë i mundshëm, që domethënë kjo është temë për ekspert e shkencës, nuk është temë cilën shumica absolute nështë edhe kuptojnë, mirë po e besojnë, na duhet me besu, sepse është krenari me pas këtë mund edhe këtë angazhim për dietarëve të jashtëzakonshëm. Për këtë arsye vllazën, çka kërkohet njeriu për me mësu për dinit ton, është mirë vllazën nëse dëshirojmë me kalu jetën e kësaj bote, let edhe mirë, e kena obligim me sprovat e Zotit me buni marrëveshje. A peshe, a ideali, unë nis me kry një detyrë, tash nuk e di kush është, ka ndodhur pranë Pestovë çaj aksident, e ka nol policia, deka, aksidentalisht, edhe njëri ka deka me dek. Domthonë, unë nis, ai me siguri ka qenë, e ka kryer agjerimin, e ka prit bajramin, e se ka menu që ditën e bajramit, natën e bajramit, ka me drezu shpirtin të Allah.
nuk e din kur kime dek. E për këtë arsye, unë po du juve mi ju thonë diçka rreth sprovave të kësaj bote. Nëse dëshironi ta kaloni jetën mirë, duhet përgatiteni ta bëni një marrëveshje me sprovat e jetës. Edhe të përshtateni sprovave të jetës, sikurse na që i përshtatemi stinëve të vitit. Na nuk mundu me ndryshu stinën e vitit. Nuk mundu me bo verën dimën, as dimnin verë, por mundemi t'i përshtatemi ato. Kur o dimën veshemi matrash, kur është verë veshemi mahall. Do i përshtatemi. Kështu edhe ne duhet t'i përshtatemi, do të thotë të dashurit e mi, t'i përshtatemi stinëve apo stohive të sprovave. Edhe diçka çka besimtari e ka një veçori, e ka një karakteristik që dallohet prej të tjerëve, na nuk frikohemi prej të ardhmes, na nuk tutemi prej të nesërmes, na nuk frikohemi prej asoj që nuk na ka ndodhur hala. A pjesëtarët e besimeve tjera kanë frikë, runa zot një destabilitet ekonomik, një inflacion ekonomik, ata automatikisht e bojnë me matematik, nëse nuk ju del funi i vitit, ata marrin guximin edhe ja shujnë vetës jetën, edhe mytin vetën e udhu billah. Për këtë arsye, mos ki frikë nga diçka para se me të ndodhë. Këtu për shfrytëzoj rastin me thonë, sidomos trive. Mos e ushqe imagjinatën me mendimet të këqija, frikëra të padukshme, sepse ato janë vetëm dijen e Zotit. Nëse të bjen një fatkeqësi, mos harron. Na jena besimtar të kaderit të Allahut. Bashkë me fatkeqësinë, Allahu e çon edhe bereqetin edhe mirësinë. Që tash po kthehemi prapë të shkruara pleqve, të atyne të udave. Çka kanë thonë? Kanë thonë midis sherri bjen hajri. Në gjuhën pak ma të rregullume na thojna bashkë me fatkeqësinë, me të vinë edhe mirësitë. Por nëse ti e paraftyron, e imagjinon fatkeqësinë para se me të ndodhë ty, ti e përjetove diçka e cila ty nuk të ka ndodhë hala. E me të ndodhë, s'kimi përjetu mirësitë e asoj fatkeqësie. Që tu besimtari e ka interesin që mos mu tut diçka para se me ndodhë. Se gjithçka është në dorën e Allahut. Njerëzit cilët nuk i besojnë caktimit Allahut, ata bojnë panik. Njerëzit që nuk i besojnë caktimit Allahut, ata japin lojmet këqija o gurzeze. A besimtari thot, ka mu bo mirë, na kemi përjetu luftën, edhe në rreziqet më të mëdha kena shpresu të Zoti. Hajtë se Zoti e bën mirë. O, ka mu bo mirë bre, kur jemi pyet e qysh e bën Zoti mirë, edhe na cilët kena besu që Zoti e bën mirë, kena thonë, nuk e di na qysh po Zoti e bën mirë. Kjo është mendimi i mirë për Allah. Nuk bën njeri me menu keq. E shohim subhanallahu një pjesë e njerëzve veç menojnë se, e të menojnë mirë. Kjo është cilësia me ult e insanit, se shejtani gëzohet. A Allahu i dhënohet kur e ninë robin e vetë, të thonë, qysh be robi jam me gjithë të mira, pak e provova, edhe ma automatikisht krejt mirat që unë e aqova, krejt me harrej. A dhe qka i bjen kjo? Kjo i bjen si kur njerit 99 flija ja ke pregadit, një për 5 të lëdh, një dit. S'kena pos harë që duhet, t'kena prit me një për 5 të lëdh, krejt mi harrova ato të mira që ti kun pregadit, për një për 5 të lëdh, për një, zëkur Zotit po do me thonë, për një sprov, mi harrove gjithë ato të mira unë që ti dhurova robi jam. A nuk e din që pas kësoj sprove, po të mshefen shumë të mira, shumë begati. A e dini vllazën që Allahu xhalla xhelalu kur të sprovan, ai shumë të mirën të ta. Ai po do me të rujt prej një gabimit të rënd. Po do me të rujt Allahu prej një kaderi. Po do me të rujt Allahu prej një fatkeqësie të madhe, që veç Zoti e din, pastaj ti ke me marrë vesh pas një kohë. Tash se merr vesh.
Ajo është një pushimore, sprova bili dietarët edhe psikologët e kanë sqaru sprovën, kanë thonë, sprova për njerin i përngjon një pushimureje para një suksesit të madh. Po të runë Zoti para një stuhije që është tu ka kurdis, e Zoti të ka marrë, të ka sprovu, të ka thonë hajde robi jam rre që tu të dit, e do vjet, ti do të menej që tu. E mas një kuë e merr vesh të pse dhe qysh. Allahu, dhazën hajdeni më përpara se njerëzit mos të falen çardak, po vënë edhe nalt mund edhe në katën e dytë, hajdeni edhe më përpara, afroni vllazën. Afroni se na i natyre në vu xhamin nuk e kena shumë komod mu fal, po me emër të Allahut do t'ja shumë i hajrin, që është ka thonë Bacimet e Rahmeti po shpirti, kur thoi ke nuk ldiret dhe ke bunare po u trubullu. E na i nato e trubullu bunarin dhe i sa të ldirën, me emër të Allahut. Afronë më ofër, vllazën, afronë më ofër për hir të Allahut. Që njerëzit të nxojnë vend, edhe nalt e kanë mundësin, edhe nalt në dëgjona, edhe në çardak, edhe një pjesën e xhamis të vjetër mundën me hy. Zoti i ruaj për mirë kuptim. Edhe vllazën ku e patëm te kaderi. Kaderi prej Allahut, vllazën, niset shumë i madh. Mirë po derisa të bjen tokë, vllazën ai bjen të zvoglu. Vjen të zvoglu për këtë arsye, njeri duhet me bo vepra të mira. Me vepra të mira, Allahu dhul xhelali ja mundson njeriu të mja zvoglu kaderin. Mirë po, një gjë duhet ta dim. Ajo e cila njeriu i ndodh, aja nuk ndodh pse ti ke gabu, po pse Zoti e ka caktuar. Nëse ti ruhesh, nëse ti jep mund maksimal për mos me të ndodh e keqja, po që të ndodhe, besimtari e ka haram me thonë fjallë të këqija për Zotin. Thot populli, vllazën mon e men mirë, thot populli mas ju thy kere, dolin 100 urë. Kjo është prej gabimeve më të mëdha që është përcjell prej popullit. Besimtarët tanë e thujnë të kundërtën. Nëse thehet kere, besimtarit i del veç një urë. Ajo është kështu Zoti e ka planifiku, kështu Zoti e ka caktu, unë e kom e kom razi me Allahun tem. Nuk ka ndodhur pse unë e kom gabu, po ka ndodhur pse Zoti e ka shkru. U kry kjo punë. Na tash hapet faqe e re. Nuk thujmi na sikur të shkon. E fjala sikur të isha vonu, sikur të isha shku ma heret, sikur mos të isha shku, sikur mos të isha qu, sikur mos të kisha vepru, nuk ish më ndodh, s'kish më rezultu, nuk kisha mu ballafaqu, këtu e nga pep. Këtu e për shejtanit. Madje ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mos e thuj fjalën sikur, sepse sikur e hap derën e vezvesit. Ja, besimtari nuk e thot fjalën sikur. Besimtari thot qaddar Allahu ma sha'a fa'al. E pas ka shkruar Zoti. U kry kjo punë. Pse? Se na kena Zotin. Zoti thot në Kur'an, thuajti Muhammed, Allahu është ai që të rumë. Pasha Zotin, vllazën i gjadine, aja që të ka ndodh, Allahu dhul xhelal ma të letën të mundshme pej kaderit për ty e ka zgjedh. 100% ka mujt me ndodh ma e rëndë. Shumë ma e vështirë, shumë ma e rëndë ka mujt me të ndodh. Gjithmonë besimtari e kërkon mendimin e mirë për Allahun, sepse mendimi i mirë për Allahun ja lehtëson edhe i ndihmon. Mirë, dikush mund me thonë, qysh me menu për Allahun mirë, kur njeriu Allahu e ka marrë, por Allahu e ka marrë njeriu, e ka qenë në xhennet. E për me shku në xhennet duhet diçka me na ndodh. Vdekja është në dorë të Allahut. Si i bonë 27, si i bonë 77, si i bonë 97, pa tek nuk bëhet. Mirë po, na e qysh me menu mirë tash për një njeri cili ka ndru jetë në moshën e re. Po Allahu te bareke u taala ka mujt bre që ky njeri runa Zot me pas jetu gjatë e me pas bonaj gjunat tepër të madha, apo nëj morë tepër të madha, apo nëj tradhti tepër të madhe kombëtare, Zoti ka dosh me mbrojt. E ka morë herët e ka qunë xhennet.
s'ka dosht me lo me një njollë me jetu në këtë burë. Po kjo është mrekullia e Zotit. Të ka rujt Zotit për një të keqes. E këtu me në mirë për Allahun. A e dini vllazën se mendimi i mirë për Zotin e ka qu njerin xhenet pa bo asnjë vepër të mirë. Ka hadith. Është një hadith shumë i madh që është shënu te Imam Buhariu. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nesër në ditën e Kiametit kanë me sjell melek një njeri para Allahut. Na kena me dorë para Zotit të vllazën. Se cili prej neve ka një takim me Allahun. Se cili njeri me Allahun ku mu taku. Se cili njeri ka mu paraqit para llogarit dhënjes para Allahut te baraka u taala. Edhe një njeri ka me dorë para Allahut, pa një për aty një njerëzve. Ka me dorë para Allahut. Nuk do me thonë që njeri s'ka me pas as një vepër të mirë. Por do me thonë, thënë djetarët, komenti këti hadithit është, se ka me pas njeri cili ka pas vepra të mira, po se ka po kabul të Allahut. Për një arsye të caktuar. Për shkak një reklamacioni, për shkak mungesës sinqeritetit, për shkak se ka punu si pas kërkesës fetare. Edhe Allahu ja asgjëson. Edhe kur del para Allahut, Allahu thot me lekë vetë, hapja një regjistrin, të na pleshtojnë defterin, hape defterin, prej se hinë moshën madhore deri kur je deri. Ke tu 80 vjetë, hape të këqyrëm qa ke punu. Kur e hapëm, s'ka kur që këtë fletat e babë, kur që s'ka që. Disa djetarë e komentojnë këta, që ky njeri s'ka po asnjë vepër të mirë. Atë defterin, atë regjistrin e vepra të këqija, plot këqija i ka, krejt shkrume. Jo veç atë po dhe anë shkrume. A kanë zonë deka pa u pëndu. A regjistri veprave të mira s'ka kur gjysh, as një vepër e që. Ose i ka pos, po ju kanë fshi. Se nuk e ditë me qka e hup njeri. Ti jep, ti gëzën, ti punon, ke vepru, por unë azë tu livdu, mund është me asgjësu vepra. Për që ta na lutemi, o zëtë runaj, a ke po të na, o zëtë runaj metë. Mirë po mos harrojmë, sa herë do të mu lutë runaj metë, runaj edhe vepra. Se mundën më na asgjësu. Del para Zotit, as një vepër, edhe Allahu thot merë në robin tem që në xhenem, s'ka as një vepër të mirë. Kur filloj me marë me lekt, me tërhik, edhe me qut drejt xhenemit, robi Zotit, s'pe jek shikimin prej Zotit. Edhe Allahu xhelle xhelalu po thot kthen e robin tem, pe pyet Allahu, edhe pse Allahu e din. Pse robi jam nuk e tërhike kukën, shikimin prej meje, çka thot kë? Robi Zotit, para mendo ti me kam. Çka thot? A i thot, o Zot, kur s'ko menu që ka më do me ty kështu. Gjithë ku menu që kemi mi falë. Subhanallah. Gjithë ku menu që kemi mi falë. Veç pse e ka menu këtë menim. Allahu thot, me lekt e mi që në xhenet, je pa ta falë. Me lekt që ditë dhe pas një vepër të mirë se ka bo Allah. Që në thot në xhenet. Veç pse ka menu mirë. A përshë menimi mirë për Allahum? Komplet ja ka rëzu të keqen edhe komplet Allahu Gjelle Gjelalu e ka falë. Ka hadithe transmetime të vërteta që një njeriut ka mu ekspozu para madhnis Allahut. Edhe kur të ekspozohet para madhnis Allahut, me lekt nuk e din që ky njeri ka bone vepër të mirë. Se me lekt din veç ka dënë Zotit. Ka sene që me lekt nuk e din. Ka sene që njerëzit në tokë bojnë vepra heroike. Vllazën që kërkush nuk e din, veç Zoti e din. Ashta shumë vepra të mëdha, e sidomos gjatë krizave kombëtare, kanë bën njerëzit vepra që kush nuk e din pas Allahut. E në ditën e Kiametit kanë mu zbulu ato vepra. O shumë është interesant kjo punë, që njerëzit e kanë rujt vetëm për hir të Allahut. Ka orë me hadith, një njeri është i ngjajshëm hadithi me këto që të kallëzova më herët, edhe thot as një vepër nuk e ka pas para Allahut, për me prezentu, as një heq. Allahu thot që në xhenet. Ata me lek që ditë, thënë qysh o Zot,
me që këto në gjenet, po asë një vepër të mirë se ka. Thot kjo ka një vepër të cilin kush nuk e din veçone. Edhe Allahu e zbulon para këtë njerëzve, para melekëve të vetë. A e din që ka po kjo njeri? Thot popullit e na, një shpreje që në zhargonin popullor për durët, ja u ka këput kanopin njerëzve. A di që të më thonë ja u këput kanopin? Na që jemi gjenerata 50 vjetë për pjetë, ne kuptojmë, gjenerata që është 30 e poshtë, 30 e rrjeteve sociale nuk e kuptojnë. Tash këtyne do të mja usqaru, se na tash jemi të vëllafaqu me një fenomen që kemi na me pos, edhe kemi, realisht kemi hy në një fazë ku na edhe nuk kuptohemi. Gjuhën e kompjuterit na nuk e kuptojmë, gjuhën e popullores këta nuk e kuptojnë. Edhe ti i thu, për shembull sikur mu më ka ndodhur, i kum thonë një djalit dojës tem që është rritë në Perëndim, edhe i thamë, ata frej doj deri në qytet, dhe këqëri punë të tua. E aj ka dosht më thonë mu, mos u bë të losh një pash. Por kër e ka përkthy për gjermanisht, se të jenë në Google, në Translate, në tru, i ka dalë ati, vend si me thonë, mos u bë të losh e një pash, ka dalë ati, kër e ka prekën të, i ka dalë që ka thonë, këqëri punë të tua. A Petriti që ish me mu dha në që maj doja, jo Petrit ashti se kuptuve dojën ta. Se doja jam ka dosh me më thonë, mu mos më bë të loshe. Po pe gjermanisht, ku me ti që i ka dalë atje? Se një pjesë e madhe, tash, jo veç këta që jënë rritë në Gjermani, në Suedi, po edhe djemë të tënë, bija tëna që jetojnë në Kosovë, shumica absolute të shkru anglisht, të menu anglisht, para se me full shqip, ata menujnë anglisht. Edhe kur ta qëtë ty fjallën, ti e merë kejtë kundërtën. Për që ata na kemi tash një balafacim të ri, një sfid e re, vllazën, me të rit, edhe ai nuk e kupton. Edhe ty nuk të kupton. Po, edhe ai ty nuk të kupton. Për që ata është faza e re asimilimit që na duhet mi bërë rezistencë edhe duhet ka dale me musqaru. Duhet musqaru ka dale, me full ka dale me tritë të tonë, me treja tona. Sepse jemi një fazë ku të dashurit e mi, si kur tash për shembull që unë e pe marrë që të një shembull një djallë 30, 15 vjetë, 18 vjetë, 22 vjetë, edhe mi thonë, qëka i bjen me ta prej kanupin, a i thot i bjen me mu me kanup edhe me prej. A i qështu e me na. Që merë, qëllin dush djallë që të, qoftë edhe djalli e me vetë, qëka i bjen, për irtë Allahut, me ta pot kanupin, thot i bjen agjo se bab, me marë një thikë edhe me prej kanupin. Që qështu i bjen. A qa i bjen të me thonja filozofike, i bjen ty me çliru. Që i bjen ty me çliru, ku jenë zërë të malë, apo kupton të bjen me çliru, ai se kupton këto. Ai thot qysh me po thot, hoxha me çliru kanupin, e me put kanupin, për shto për qek në zotin gjenet. Atë më thot, shumë e pa kuptim. Sa i se kupton këtë punë. Nuk është kjo për me nënçmune, një tritë sot. Unë nuk jem të e nënçmu. Po unë e po du me kallëzu që ky është niveli kuptueshmërisë. E na duhet me usqarua, peshene për para na, kër na kom 3, i kena përcjell do filma që na kanë përkthy Agim Susuri, shkuj ke përktheu dhe për shtati. A i kujtuhet? Do me thonë, na nuk na mjafton veç me përkthy, po neve na duhet edhe me për shtat. Pse me që këto në gjenet e ka këput kanupin, e ka çliru, e ka çliru robin tem. Sprova jetës jenë tu ka smu djali, ose e vladi, ose familjare, ka kushtru shtrejt medikamenti, ilaçe, edhe jetë detyru me atroki derën vllau tën, kojshiu tën, miku tën, dostit tën, jaronit tën, vllau tën. Edhe o burr jam zër. E që këj cilit gjindet, që ti i thuhet ta ka këput kanupin, të ka çliru. Ka thonë, o vëlla, ty të ka spruvu Zoti, mu më ka përzgjedh Allahu ty me çliru. Që sojnë zhargonin popullor i thujnë me ta këput kanupin. E për qëtë njeri, Allahu Gjelle Gjelaluhu ka thonë, une nuk lejoj, është hadithi kudsi, vetë Zoti ka thonë. Ai i cili çliron njerëzit, ka thonë, une nuk lejoj mi qu këta njerëz në xhehenam. Këta kanë me shku në xhenet se mi kanë çliru robt e mi. A pishe,
ka rrugë shumë vllazën me çka fitohet xheneti. Po dhe ka rrugë shumë me çka hupet xheneti. E këto mos e harroni. Se nuk dihet me çka fitohet, po edhe nuk dihet me çka e humbu më rrugën Zot. Inshallah Zoti na mbron. Edhe na udhëzon, edhe na lehtëson. Andaj mos të gutemi të dashurit e mi se para gjykimet vllazën të dashur nuk na bojnë hajër edhe nuk na bojnë dobi. Kur mos syno krejt njerëz me i kënaq. Kur? Se kur s'kemi mujt me arrit. Ka thoni dietar, kur qeshja më theshin a bishet ky nuk ka seriozitet. Po kur çoja më theshin se nuk po qesh. Kur bës qeshja më theshin qëre që shtirët ky para të tjerëve. Kur isha pak si pa qehre, më bëjshin sa njeri ron një. Kur hesha, theshin, pe me në malsi se ka. Kur fëlsha, theshin, po ky s'din mu nal kur. Ky s'din mu nal kur. Kur ja u falsha hollkut, më bëjshin pitute e ka. Kur e lypsha të drejtën tem, theshin, ky e ka pe mburjes. Kur ju kundërvisha pa drejtësive, ma bënin ishte me në mëdhej, kur u sillsha drejt, më theshin, kush që mirët vesh me të nuk ka, edhe në fund e mora vesh brebir, për i thët baba djalit, që kur mos synë me i kënaq njerëzit, se kur s'ki me mujt me arrit. Gjithë ko me dal dikush që s'ka më ka unë i kënaqun me ti. Por synë me kënaq ato që është një, ajo është Zoti me të kallaja bën. U qu njerëzit edhe fillun një plakut me i thonë, a e din ti që kime shku në gjeneme, a e din që ty kush Zoti s'ta fale, a e din ti që kime hek në ca dekes e not vërët e në dit kiametit e, ka i plaku u qu i meqëm, që që më thonë me një mirë për Allah. Qka tha? E tha një fjali për të cilin krejt djetarët, mu që në gomë, s'kishin dit me ndërtu ma mirë saj. Mirë për tha djem aty, a bon për tha mi juve, thane juve. E vërtej tha që unë nuk po di mu falë, se qashtu më kanë zonë puna, mirë po vesh një sen po du me dit. Në dit kiameti tha keni më marë pytje ju mu va Zoti. Para kuj tha ko me dollë, lo ta di, kush u merë më pytje mu? Jo ta thënë Zoti, e për thash me Zoti, ta ka laj, tha ja bëj. Që ky mendimi mirë për Allahun, njerëzit i motivan, i qliran, i gzan, i udhëzan, i drejtan. Prandaj vllazën ju lutem, për hir të Allahut, mos u kutni, se na pak në gjenë e kena me full për tjerë. Në gjenë e kena na me menu keq. E na dojna me instalu mendësin e robit në mendësin e zotënis. Unë e lypi me pas një shqiptar i cili o zotëni. E kërkoj me pas një besimtar i cili nuk menon zë, po menon bardh, i cili kur të shë, veç që e shë një shqiptar, një besimtar, ta jep një gëzim të madh, ta jep një lumturi të shpirtit, ju që i menon veç keq, ju i vrejndur në ftyrë, po i buzëqeshën. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë buzëqeshja është sadaka. Sikur një njeri që është liron një njeri, ka nevojë vllazën me shliru njeriu. Sepse sot një pjesë e madhe shoqërisë e rinis kanë rënë depresion. E dini pse vllazën? Sepse shumica absolute e kanë mendjen të ngarkuar me informata bombarduese që t'i jep telefoni dhe rrjetet sociale, në tunet, në YouTube, në Facebook, në stop, në TikTok. Ai është i ngarkuar. Masanej tu e përcjell filma thriller, ta e din që ai vjen, si filmat friction. Asi që janë babaki shumica absolute janë për imagjinate trishtuese, e cila e trishton njeriu, pastaj ty ne i fryn dreqi mallkum, e tut, e frigan, jes po mbohat rahat fëmija, jes po flosin fëmija. Ku me të fol fëmija? Paj me qëllim s'flet. Fëmija, shumica absolute përpara kanë fol 2 vjeç. Pe i djepit ja ka nis me fol. Pse? S'ka pos kontakt me telefon. Automatikisht e ka regjistru fjallën e nonës, të babës, të babgjyshit, të agjes, edhe është rrit me burra, është rrit me fjallë trimnije. Nona, kër e ka qitë fëmijën e vetë në djep, i ka kënu
kongë për flamurin, i ka kënu kongë për trimnin, ajo është trimnu, ajo edhe pse nuk ka kuptu, e ka ndërtu narrative në burnis në kokë, fëmija. A tash jo, tash ja e qëtë telefonin YouTube, rangadanga, aj rangadanga rritët. A ki parasysh, aj mo nuk din as me të neru. Fjallin e parë, ka me mësu edhe ka me artikulu që ato që e ka mësu, edhe nëse nuk e thët që ato kur e mësën. Mas 3 vjetë ta thët, sa e ka registru. A për kuptoni, jemi të ndërtum, a nuk për në nëzana? Ti vlas për në nëzana? Ja, nuk ka po kabul doja, këna thonë gjithë, isha Allah kërë nuk në nëzana. Hajde isha Allah zotin, animan se gati kena me ndrejt gjamin, edhe sa shumë është interesant, na gjamia Shqipolit jemi të funit në krasim me gjami tjera, krejtve gjamiave i kena animu, s'ka gjami, Mitrovic, në Katune, që nuk ju kena animu, e mas mëron të kena lënë gjamin tënë me renovu. E kësoj rodhe kena thona diçka, 2026 të dënë me njës pak për veti. Sikuraj që i thejke të shpija, tha sërë shkejke, kur s'kish musafir, veç buke lënë. Dikur i tha diçka bre, aj pra banëm të huj edhe mu, tha, edhe banëm të huj edhe, para një farë, para me ndëm që musafir, edhe une kështu ja bona gjemotët, o vlazni, a diçka, aja bujna bre, të e menu që gjamija june, gjamija huj, e të ndreqëm gjamin tënë. Kështu që e kemi nisë me amën të zotit me renovu, pasha Allahin e madhë, keni mu befasu sa mirin ato e ndreqë. O Allah sa bukur është, të i ra. Edhe kena porosit të pinë, edhe kena bon një renovim që me amën të zotit minimum 2 dekada s'ka me pas nevoj me renovu. Kena hi edhe kulmin e gjamis, edhe abdeshanën dojna me ndreq, edhe dojna me bo bukur dhe qa. Kur të krymi këtë pjesë, pastaj do t'i him edhe kësoj pjesët këto. Edhe të pine kemi porosit, kjo ka fillu me centat e gjematit tonë, ka fillu me penzit e pensionerave tonë. Normal, tash ta duhet një mbështetje për juve. Fuqimisht, të dashurit e mi për hatër të Allahut. Mirë po një gjë e keni të sigurt. Kërkanin nuk e ngushtoj me thonë veç ty me të gju amonit kuft, sepse e shumë atë më dha, e për shumë atë më dha duhet mu bashku tonë. Me amën të Zotit, Shqipoli, qysh është qendër dhe vatër e paqes edhe i dignitetit, edhe mirësisë së madhe, bashkëpunim me gjithë komunitetin tonë, me amën Zotit kemi me adol edhe këti renovimi, edhe këti meremeti, edhe këti ndërtimi. Inshallah Zotin a letësën ja Rabbi, është i madh Allahu te baraka u ta'ala, prandaj edhe sot do ta qisum postoqin, edhe që shumë është interesant se postoqia e Sudit, po edhe të tjerave që deri me sot kanë qenë, komplet kanë shku për renovimin, meremetin, rindërtimin, edhe rirregullimin e këti vendit ton, i cili do t'jetë i bukur, i këndshëm, edhe për me fol namaz, edhe për mu të bu, edhe kemi fillu kada kadole na fazën e meremetit e kemi fillu prej vitit kalum 2025. Ju e dini, në vitin 2025 e kemi bon renovimin e odës nalt me këtepin, apo odën e Bacit Met që kemi emërtu në emrin e Bacit Met, bili subhanallah il adhim, Allahu ne kemi dëshmitar tash në këtë bajram, nuk i kemi 4-5 vejt që kanë qenë gjematlit frekuentum direkt në gjematin ton. Haxhi Bajramin rahmetullah alejhi që këtu pesha a idin nipin e ti, inshallah Allah e mshiran Haxhi Bajramin e abris, i cili ka qenë me plot kuptimin e fjalës një zon i fuqishëm për zbulimin e gjithë të zhdukurve të luftës. Bile ai e ka pos mërzim me thonë të zhdukurve, ai dhe ke thuni të pagjeturve, sepse të zhdukurit ata dhe ke e din qëtnik kuna e kanë lonë dëmon bit e tunë. E në mesin e tyne ka pos edhe djallin e tjera shatin, që sët e 28 vjetë nuk dijet ku është plët e 1600 vetë tjerë. Pastaj Bacin Met, rahmetullah alehi, të cilin të dashurit e mi e kum pos krah të djath, Allahu në gjenet e qoftë. E inshallah Allahu e mshiran ja Rabbel Alemin, edhe ai ka qenë ideator bile natë me gjelisin e 5 nëntorit të vitit 2024, ku e kemi bos edhe me Haxhi Bajramin rahmetullah alehi, pastaj edhe me Bacin Selim, që edhe Bacin Selim
dëbirin e Sokol Mirushës, që sot nuk e kemi këtu në mesin ton, edhe ka vdek para 4 muaj sopi bjen, kështu që janë disa njerëz të cilët domethënë ose për shembull para tyne vdekja Haxhi Fazlis Kaçanollit, që secili prej neve sot e 6 vjet mungesa e tyne jetë domethënë boshtak ose Haxhi Haliti, rahmetullahi alayhi, Haxhi Halit Bajrami, prej familjes të nderuame të Lubovecit, ose Haxhi Salihi, ose plot Haxhi Sadria, e plot burra tjerë, Haxhi Murseli, i Vllahis, plot burra tjerë, e para tyne Haxhi Ibrahim Kurtin. Kur nuk e harrej ata burrat mëdhej që i kanë vënë temele kësaj xhamis. Edhe dini vëllezër të dashur, nuk është rastësisht që unë mirëna me pajtime të dashurit e mi se ma kalon amanet Haxhi Ibrahim Kurti Selacit. Rahmeti po shpirti, ai ka ardhur në momentet më më të lodhta shëndetësore të jetës tij, edhe kur ardhët e kujtuat çfarë burri madh kreshneku ka, 2 metra njeri, kratë e tij gjigant, edhe atë zonën e burrit, mu dha fat mirë. Ai ul, kënam tha Kur'an, ai ulën unë në kom, në i shkurt, tha kënam Kur'an, edhe po talon tha amanet, tha me fillu, tha me pajtu shqiptarët. Ky muhabet u kon para se me ndru jetë ai, fillimet e viteve 2 vita. Plosë para 27-8 vjetë prej tash. Prandaj vllazni, ky vend, ky tempull ka temel, ka histori. A e dini ju se që kjo xhamia e vjetër, se na jemi në aneksin e ri, xhamia e vjetër, të dashurit e mi më ka kallzu molla Aslani, rahmeti po shpirti, Aslani i Zhabarit, një dietar shumë i madh, një hoxh nxënës i molla Mustafi Dishiqit, që asi burrë të dashurit e mi i vizionar. A e dini vllazni që vetë ja kallzoi një prej proceseve vizionariste të molla Mustafi Dishiqit. Ai ka ndru jetë vitin 1968. Mi po ja ka prej udhën i sherrit të madh që ju ka pas kurdis Kosovës para 70 vjetë, mindre mas luftës dytë botërore. Ka tentu Irani sot, që është burim i të keqës në botë, të dashurit e mi, me vendos temelin e shiizmit në Kosovë. Molla Mustafi Dishiqi e ka ndërprej hovin shiizmit, ka thonë na jena sunni në rrugën e Allahut me Kur'an dhe me hadith. Edhe ka dosht Allahu xhalla xhelaluhu prej kësaj shkolle ka met prezent kjo shkollë që sot është prezente. Njerëzit nuk dinë me vlerësu. Edhe na shqiptarët e bojna historinë, pa e kena një tëmet që nuk e shkrujna vllazën. Nuk e shkrujna. Për që ata apishe agenturat e huja ruso-serbe që shkëshyrin mas 30 vjetë mas luftët që u bo UÇK-s me na shkru historinë. Me 4 shënësët që është në Hagë atje. Nuk është rasti kjo. Nuk është rasti. Se na e bojmë historinë, a të tjerë slavë qyrin gjithmonë me na shkru, që shdojnë ata. Unë për ju cilë argumente të dashurit e mi. E molla Aslani që më ka thonë, po kthehemi prapë. Se unë nuk e harroj ku e nisi, unë prapë i kthejna bisedës. Ka thonë tullat e xhamis tonë në xhami Qipulit, ka thonë janë prej tullave të xhamis Tombullës që kanë prish Serboslavt. Edhe Haxhi Sadria, Haxhi Muharrimi, Haxhi Salihi e plot burra të tjerë me kolicë vazën. Kanë bart prej atje i bjen tykon 7-8 kilometra, në 70 kilometra i bjen për të xhamis Tibrit, pe këtushit ku jemi i bjen ashta 7-8 kilometra, ashta edhe më shumë nuk e di. Të dashurit e mi mos u merrni për fjale, kanë bojt me kolica edhe tullat e xhamis Qipulit i kanë prun këtu që kjo xhamia. Këtu jenë vendosur. Qa kanë thonë djetarët e kuhës, o gjëllarë që ta qenë thonë. Kanë thonë masin o prish, bili me që ato tulla, dojna mi prunë pe trulli xhamis të Haxhi Veselit, ku është sot. Edhe atu ka nejt një kuh, e pastaj të dashurit e mi, kur është sa këtu kjo parcel, rahmet shpirti pas Haxhi Hamit Islamit, edhe zonës ti, zonës Sham, që e kanë shumë këtë trull, edhe është vakaf, që na është nder dhe është respekt për ne, për Shqipolasit, që na sot ta gëzojmë këtë Haxhi Ibrahim Selaci, rahmetullahi alehi, ka thonë e nisëm këtu me këto tulla. E tash du më ja bo një pyetje. A e dini kush është mjeshtri parë që ka punu në xhamin e Shqipulit? Su në moj shënime.
edhe si fëmijë kam prezentu, moshën 14 vjeçare, 15 vjeçare, 2-13 vjeçare, kam prezentu edhe i moj men njëri por. Këto ma ka thonë Haxhi Mursel Begu. Po, Haxhi Mursel Begu, Haxhi Mursel Ibrahis, rahmetullah alehi, ta shubora për Ahmet ta ples, krejt shumica absolute, veç Haxhi Muharremin e kina këto, pej matë më shmi. Këto s'pelojna me shkuanin edhe me. Bëjna me longë të mi bonja 100 vjetë, Haxhi Muharrem, po s'vetën dërë tënë. Allahu këto e rujtë, ja Rabbil Alamin. E më ka thonë Haxhi Murseli, rahmetit po shpirti, thot, mjeshtri i parë, që ka qitë tullën e parë, në xhamin e Shqipurit, mësë harani është Haxhi Ramizi prej Vinarci, prej Gushovci. Haxhi Ramiz hajë, vllovi Haxhi Azizit. Është i pari që ka vendosur me lejen, rekomandimin, urdhnin e Haxhi Ibrahim Kurtit prej Selacit. Haxhi Murseli më ka thonë këto. Edhe e di venin ku është tulla e parë në xhamit Shqipulit ku është vendosur. Për dikone nuk gjën kur ishte çka para kallzon hoxha çka është kjo me rëndësi. O vllazni. O pasha zotit, te fe tjera ke qënë pesh shumë. Ata papos kur veç i ka kalu një papanena thëjnë, mullet e marojna një kishe, ke po shkije që shëboj. Veç i ka kalu një sveti se ovi tyne, ata hygjën me po. A na vete kena po historin të dashrit e mi, edhe shpejti harrojmë të sene. Por, me amën sotit, tash na nuk dojna me ne shqiptarë gjithë një klasë. Po na dojna me dojnë klasën e dyte, trete, e me amën të dojnë dojna me shkru. Ja, dojna me shkru sene. Sepse si dijet, mas një kuhe, po na vynë që të shkrime. E unë e falendere Allahun që unë e shkruj gjithë shka. Që 20 vjetë, kjo është vitin jubilari 20, që jam imam që të gjami. Krejt gjithë shka kam shkrume. Qësar dush, kur dush, krejt e kam e protokoll. Qëka dush, për cilin dush vetë, hajde të kalze që ka ndodhë. Krejt e kam shkrume. Elhamdulillah, hyrje, dalje, pajtime, falje, angazhime, aktivitete, shkrujne. Jesin atë. Kur që mos t'i jeshin vllazën të dashur, djemë vetëmi ju këmë thonë, baba nesër des, qatë me lefin që kom shkru, ama me vete, me shku të zotin me. E ka të zotit tem. Qka kom bo për këtë vatonin tem? Për kauzën e dinit tem. Allah në mundësuf. Deri sa të më rej këtë damar, mi shëtby këti populli në amën të zotit tem. Zotit është i madhë. Ja kom kërku me jetu 100 vjetë. Ti rrim bashkë. E di që me këta gjeneratën e re që kanë me ardhë, nuk në ashtë s'kena me morë vesha, ki prasë kanë më vokë që një punë dhe tua. S'ka gajle. Po bashkë do ta gjejmë një gjuhë komunikative. Pasha zotin, para se me po vokë të 4 minuta i kena për kalzoj një shka, sa vizionar ka qenë Molla Jakupi Slopçani, rahmetullah alej. E ndëgjësha një ligjerat ti rasisht. Kalzejke, a i ka ndru jetë vitin 2006. Janar 2006 s'ka ndru jetë. Edhe e ndëgjësha ish inqizimi vitit para luftës në Kosovë, para 98-ës, 99-ës. Qa theke, kom orë theke një vakt, theke ti pe i shpije, kemi shkru kinezët shqip, kinezët theke e merë vesh të ka tjenë në Pekin, kinezisht. Shkru theke kinezët prej Kines, theke, ty del theke shqip. Ata që motit, ati që theke tash, a i theke, a i në Bajrame theke. Kjo mua bet para 30 vjetë. Theke, unë e di theke që i thëjnë këta theke, ju theke më thëni mu, hajde theke rana. Theke keni mu më thonë mu, hajde rana. Theke veç vjen një vakt, ta përsa theke në gjallë si jam, theke keni me përjetu ju, theke vetë shpe theke, kur ta vetë një djallin me kom po shkruesh, kam me thonë që e thët me atë Kim Jong-un atje. Tranga danga, ati i shkru shqip, ati i del kinezisht, a i shkru kinezisht, ty del shqip. Atërë nuk ka qene zbulume Google Translate, theke po ko theke tentativa, theke për mu zbulu kjo, për shkak theke se Einsteini, ju e dini që Einsteini është Gjermana, po, aje ka shkru një liber, të dashturit e mi, që thot 90% trunin
insani nuk e shfrytëzon. Zbulimet më të mëdha që truni insani veç me 10%. Njeriu e shfrytëzon atë shumë kohë çka mu shfrytëzu. Dhe e tash kanë filluar me hinë në 11% e kjo është zbulimi më i ri që komandoj. Ky muhabet kjo është para e kallëzë para 30 vjetë. Subhanallah. Edhe kjo është e vërtet me emrin të Zotit, Zoti komandonimu, i kemi edhe 3 minuta deri namaz duke po me e ngarku. Haxhimara më mund shpëtoj të postoçia. Ka çep tritmet po. Kur dalin këta. Për kanë jena. Haxhimara rrimi del me zotëri Pojtën, që Pojta këtu është nivel aktiv, me Petritin edhe me Kushtrim Takullin. Ju katër dilni atje, vllazën për hatër të Zotit. Kjo është për juve, kjo është për gjenatat tona, për të ardhmen e ndritur. Mos pritani. Na ndihmoni në postoçi sa të keni mundësi. Tash ka dole qënë, e dojna me fal namazën e Bajramit, shpejt shkoj bre, kur janë nisa thesha haj me det. Qysh dojna me kalu, ka pak merr ke gjumi, po nëse dikush thotë valla ka tepru, te prica, nuk i kofohet te fjalimi jam, po i kofohet te vëmendja ju. Shumë krenar me ju.